Përshëndetje të gjithë përfaqësuesve të partive politike, deputet të Parlamentit, anëtarët të komisioneve të dy reformës zgjedhore dhe reformës territoriale. Sot kemi thirrur këtë takim, i cili është fillimi një serie takimesh konsulte në nivel politik me kryetar, drejtues të partive politike të opozitës, parlamentare dhe jo parlamentare, për të diskutuar për të dy çështje të rëndësie kardinale, reformën zgjedhore, reformën territoriale. Të dyja këto si çështje tashmë kanë marrë rrugën për një debat, diskutim jo thjesht politik, por parlamentar me qëllim trajtimin e problemeve shumë të rënda që kanë të dyja këto fusha. Tashmë janë dy komisione, pra nuk është vetëm një çështje debati të përgjithshëm, janë dy komisione me mandate të posaçme parlamentare, që nga sa janë të ndara në punën e tyre, janë gjithashtu duhet të jenë në një sinkron të plot për shkak të jo vetëm rëndësisë politike dhe kushtetuese dhe juridike që kanë, por dhe ndërthuren dhe ndikojnë tek njëra tjetra. Tematikat janë të gjëra në të dyja reformat, qoftë në të zgjedhore, qoftë në të territoriale, tematikat të cilat mund prekin jo vetëm në aspekte të thjeshta ligjore dhe organizative, por mund shkojnë deri në nivele kushtetuese, të cilat nuk kanë ndikim edhe drejt për drejt në sistemin zgjedhor apo në funksionimin e pushtetit vendor. Të dyja komisionet janë fillimet e punës, por pikërisht për shkak të rëndësisë që kanë, gjykojmë që është me rëndësi shumë të madhe që të ketë dhe një konsult, një diskutim të gjerë, të hapur, transparent, midis forcave politike, partive politike, nivelet më të larta, nivelet drejtuese të tyre, në lidhje me objektivat strategjik dhe qëllimet që do duam të arrijmë dhe mënyrën se si do të shkojmë në këto rezultate në të dyja reformat, duke garantuar që të jenë dora dorës me njëra tjetrën dhe të ketë ndikimin më të mirë dhe më të madh, më pozitiv për shtetës shqiptar. Nëse ka sot dy reformat do të trajtojnë dy aspekte të mëdha, çështjen e zgjedhjeve, zgjedhjet e 11 majit tashmë kanë marrë vulën definitive nga raporti i Odirit, duke konsideruar ato si ndër zgjedhjet më të këqija që janë bërë në Shqipëri. Është një raport i cili krahasohet vetëm me raportin e vitit 2001. Kryefjala shteti ka pushtuar zgjedhjet. Partia Socialiste është parti shtet, është prishur ndarja midis shtetit dhe partisë dhe përjedhoi dhe fusha e lojës pa barabartë, pra zgjedhjet janë të pandershme. Zgjedhjet nuk janë as lira për shkak të presionit e të tjerë me radhë, shitblerja votës, përfshirja e krimit e tjerë. Po ashtu nga ana tjetër, reforma territoriale ka problematikën e saj në raport, pra mbas 10 vitesh tashmë nuk ka as decentralizim, ai ka vdekur, dhe funksionimi i pushtetit vendor ka vuajtur pikërisht nga ajo reformë. Pra, një diskutim i hapur, vendosja e prioriteteve të qarta dhe e strategjisë përbashkët për ta qasur këtë në mënyrë transparente dhe gjithëpërfshirëse, është qëllimi i partive dhe besoj dhe këtu kjo tryezë e parë hap siparin për të bërë një diskutim sa më të plot, në mënyrë që edhe ekspertët dhe deputetët në dy komisionet kenë një mandat të qartë. Unë kam kënaqësinë dhe herë t'ju falenderoj për ardhjen sot ju këtu dhe desha t'ia kaloj fjalën kryetarit Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha. Mirëdita dhe ju përshëndes përzemërsisht secilin për jush, përfaqësues të forcave politike opozitare në parlament dhe jashtë parlamentit. Ky takim ka qëllim kryesor të gjejmë një ujdi së bashku si një front i gjerë për reformën zgjedhore dhe reformën territoriale. Në fakt, reforma themelore të një sistemi.
do të pranuar. Sot, Shqipëria është një njollë zezë në hartën e Europës, është zyrtarisht pas raportit të fundit të OSBE-Odirit autokracia elektorale apo diktatura autoritare. Do të thotë regjim që pranon pluralizmin, por e shtyp pluralizmin. Ky është i gjithë themeli, gjithë thelbi i saj. Nuk është totalitare, sepse e pranon pluralizmin. Totalitarja nuk e pranon pluralizmin. Por një lloj si në totalitarën, pushtetet të gjitha përqendrohen në një dorë. Në dallim nga diktaturat, nga autokracitë tjera elektorale apo diktaturat autoritare, kjo është Shqipërisë, është siameze me diktaturën e Maduros Venezuelës. Pse? Pse kjo? Kjo sepse të dyja ka një mbështetje të jashtëzakonshme në fuqinë e jashtëzakonshme të drogës. Të drogës. Dhe kjo fuqi e jashtëzakonshme e drogës në rrafshin ekonomik është më fuqishme se çdo parti. Kjo fuqi e jashtëzakonshme e drogës shprehet me fshirjen e ligjeve, rregullave dhe zëvendësimin e tyre me standardet dhe rregullat e mafjes, të karteleve të drogës dhe karteleve të drogës. Kjo fuqi e jashtëzakonshme e drogës në regjimin e Edi Ramës lot një rol përcaktues edhe në rezultatin e zgjedhjeve. Në vendimet e gjykatave, në vendimet e ekzekutivit, de facto droga është vendimarrësi kryesor i vendit dhe kartelet e tij. Kartelet shqiptare janë bërë sot të fuqishme, përcaktojnë rezultate elektorale edhe në Amerikën Latine. Ky është e vërteta. Këto kartele nga Shqipëria janë eksportuesi kryesor i kanabisit në Europë. Shqipëria është eksportuesi numër 1, por këto tani kanë kap në dorë kokainën e Amerikës Latine dhe janë përcaktues të tregut në Amerikën Latine. Këto kartele, siç shprehet dje pas dite në mënyrë të qartë të kristalt, një nga gazetat më prestigjioze të Washingtonit, Washington Examiner, nga këto kartele, thot gazeta, sipas burimeve të disa shërbimeve, përfitues është vetë Edi Rama, është Ramaduro. Duke ardhur këtu të kju, prita kryetarin një degë të Partisë Demokratike. Çfarë më tregoj? Një familje
3 vjeç, mbështetës të opozitës tradicional. Dy ditë pas zgjedhjeve më erdhi kryefamiljari. Më tha, unë po tërfej. Një gjë, çfarë? Natën e zgjedhjeve, trokitin der një person. Dha një zarf, la një zarf. Dhe iku. Në zarf shkruhej, mos shko nesër në zgjedhje. Dhe ishin 1.000 euro. 1.000 euro. Mos shko nesër në zgjedhje. Gjithë natën u ropata. Të shkoj apo të mos shkoj. Pse të mos shkoj. Por nga ana tjetër, edhe kërcënimi ishte brenda. Sepse lekt mila dhe shkurja mendoja çfarë pasojash mund të ketë. Dhe si përfundim nuk shkova. Ky njeri i ndershëm, të themi atë që është tamto apo jo, njeri që ishte. Dhe ky është efekti më minimalt. Se efektet tjera janë dhe më mizore. Se kërcënimet tjera janë më mizore. Dhe Edi Rama, përfitues kryesor i karteleve famzeza shqiptare të drogës, për të fituar mandatën e 4, ndërmori të njëjtat masa, madje në disa aspekte edhe më të egra se sa Maduro i Venezuelës. Arrestoi në vit elektoral lider të opozitës, të partive kryesore opozitare dhe i buri ndjekje penale. Me parat veta apo drogës, organizoi 4.553 aktivitete në 4 muajt e ndaluar me ligj për aktivitetet që të mos ndikohet tek votuesit. Dhuroi çdo pensionisti 100 euro. Fali gjoba dhe kamata 10 vitesh, a e murët vesh miq sa ishin ato? Gjatë gjithë kam 3 muaj që them 200 milion, jo ato, tani që janë bërë llogarit, ka rezultuar 8 herë më shumë. Ka rezultuar 1 miliard e 700 milion euro. Nga të cilat vetëm ato të biznesit kanë përfituar 210.000 familje. Familje. Përdori dhe këto i shpalli 2 ditë para zgjedhjeve. Ndërsa në ato 4.500 aktivitetet, ditën e zgjedhjeve 7 milion euro Giro d'Italia. Për të mirësuar ftyrën e urryer të diktatorit, të narkodiktatorit, për t'i bërë makjazh. Shnoi administratën polici politike të votës. Shpërndau licenca, droge, legalizime, leje, që gjitha. Pse po ndalem në këtë moment? Po ndalem në këtë moment sepse unë e kuptoj që shumë nga ju kur këtu, po dhe ata që na shohin, duke ditë të gjitha këto,
mund të shtrojnë pyetjen, po këta, pse mblidhen për reformën zgjedhore? Sepse njerëzit e kanë të qartë që zgjedhjet nuk i fitoj nga ligji Edi Rama. Zgjedhjet Edi Rama i fitoj nga droga, i fitoj nga kartelet e drogës dhe të krimit, i fitoj duke përdorur të gjitha resurset e shtetit kundër partisë, një lloj si në parti shtet. I fitoj duke friksuar tremur zgjedhësit. Ju keni dëgjuar se ky raport i OSBE-Odirit, i cili në fakt i shpall zgjedhjet partisë shtet, dhe ka një vërtetësi të padiskutueshme, për të nëshuar këtë raport u bën përpjekjet më të jashtëzakonshme. Edi Rama thirri në zyrë dhe kërcënoi si bandit diplomatin që kryesonte ekipin e vëzhguesve. Igli Hasani thirri në zyrë kreun tjetër të vëzhguesve, bashkë me vëzhgues të u thau heqim. Ku i keni këto të dhëna? Ku i argumentoni ju? Ku i bazoni ju këto? Që keni shkruar? Po ju njoh me këto se gjerë në të shkallë këta narkoqeveritar janë të gatshëm të kërcënojnë dhe faktorin ndërkombëtar. Natyrisht, kërcënimet e tyre, me gjithë përpjekjet jashtëzakonshme që bën, u shumëzuan me zero. Ai zotëri nderoi institucionin që përfaqësonte, nderoi veten e tij, një zyrtar i përgjegjshëm, i dobishëm me gjithë funksionet që ka kryer. Raporti doli, ky që është, të cilin përsëri propaganda përpiqet ta sfumoj, përpiqet ta injoroj, por ajo është i pamohueshëm. Duke thënë këto, atër pse jemi mbledhur ne? Se është normale. Ne nuk jemi mbledhur se rezultatin e zgjedhjeve diktoi ligji, e diktoi kodi elektoral. Jo. Rezultatin e zgjedhjeve diktoi droga, krimi, e diktoi partia shtet. Por, përsëri, këto institucione, të cilat janë institucionet e besimit të mirë në vëzhgimin e zgjedhjeve, në të gjitha vëzhgimet nga 2019 gjeri sot, kanë dhënë një seri rekomandimesh. Kanë dhënë një seri rekomandimesh për përmirësimin e kuadrit ligjor të zgjedhjeve. Atëherë, ne jemi këtu pikërisht për ato rekomandime, për t'u qëndruar luajal, sepse ata qëndruan të vërtet, nuk u ndikuan, u thanë shqiptarëve të vërtetën, ne i konsiderojmë rekomandimet e tyre të dobishme për procesin zgjedhor. Më konkretisht, nga viti 91 gjeri sot, Shqipëria ka patur sisteme të ndryshme për zgjedhjen e deputetëve, nga mazhoritar tek pseudo-proporcional dhe pseudo-mazhoritar, sfundi rajonal,
Natyrisht nuk mund të them që Partia Demokratike nuk ka patur rol kryesor në këto përcaktime së bashku me Partinë Socialiste që kanë qenë dy forcat politike kryesore. Por në këtë situatë unë do t'u garantoj për vullnetin e plot Partisë Demokratike të përcaktojmë së bashku atë sistem që ne si forca politike opozitare e konsiderojmë më të dobishmin, pra pas një lloj pretendimi që ne do të qëndrojmë në përzgjedhjen tonë pa mirëkuptimin dhe ujdin me ju. Le të bëjmë ne këtu një përzgjedhje të përbashkët. Ne kemi përfaqësuesit tanë në Komisionin e Reformës elektorale, të cilët do t'jenë avokatrit e propozimeve tona të ujdisura, të rëna dakord, që ne mendojmë se është sistemi më i përshtatshëm për zgjedhjet në Shqipëri. Duke mos harruar kur një gjë, se me Edi Ramën zgjedhje nuk ka. Të gjithë ata që mendojnë ndryshe, ose kanë mungesë të kulturës elektorale, ligjore, s'është mëkat të mos e kesh, ose pastaj janë me dashje apo pa dashje avokatër të një farse që realizon Edi Rama. Ju i dëgjoni sot se si akuzojnë popullin, si akuzojnë partitë. Nuk e ka fajin Edi Rama dhe regjim, po e ka fajin opozita se nuk i frymëzon njerëzit si në Rumani dhe në Bullgari. Me duhet të them këtyre altoparlantëve të Edi Ramës, ose kriptoramistëve, se Rumania dhe Bullgaria janë vende të lira. Se në Rumani dhe Bullgari nuk shtypet pluralizmi. Se në Rumani dhe në Bullgari nuk humbasin vendet të punës njerëzit në qoftë se kanë bindje të ndryshme. Se Rumania dhe Bullgaria ka patur rast se kanë zhvilluar në një vit 2 dhe 3 palë zgjedhje dhe kanë ndryshuar qeverinë. Kurse ky pasardhësi i Kristaq Ramës, ky nuk lëshon dot pushtetin, shikoni çfarë bën. Është kap në flagrancë. Hajdut me tunelin e Llogaras, e ka marrë zënës ministre e ka çuar zënës kryeministre ka çuar në Ankara bashkë me te. Kanë bërë pazarin me 50 milion euro si fillim dhe tani mashtron siç është patrupsisht se nuk ka ndodhur në botë të pezullohet ministri. Hajduti pezullohet dhe arrestohet kudo në botë. Hajduti certifikuar pezullohet dhe arrestohet, burgoset kudo në botë. Qoftë ai ministër, qoftë kryeministër, qoftë president. Kjo është e vërteta. Dhe ky do të na mush mendjen ne se celohet kushtetuta. Pse u pezulloj ka njeriu që ju garantojun ju që ato 50 milion janë nofta 1/50 të atyre që ka vjedh ajo. Dhe që ka shpërduar me Edi Ramën të gjitha. Se ajo ka qenë, po të mos ishte zonjë, do të thosha ka qenë këmish në kuptimin figurativ, këmisha e Edi Ramës. Se aja u thoshte vetë atyre të tjerëve që vetëm kjo më kryen punë mua, vetëm kjo më kryen punë, se me kjo zbaton të gjitha ure. Dhe tani ushtron terror mbi gjykatën kushtetuese që ta mbrojë me çdo kusht.
natyrisht populli do t'i përgjigjet këtij qëndrimi por e bëra këtë hyrje për të kuptuar pse jemi ne këtu dhe i garantoj qytetarët se ne me seriozitetin më të madh do punojmë mbi rekomandimet e OSBE-Odirit. Ne kemi një mirëjoje të thellë ndaj tyre për raportin që bën dhe qëndrimin e tyre të palkundur në mbrojtje të vërtetave që konstatuan në këto zgjedhje. Po kjo është për reformën territoriale. Ky bëri një antireformë territoriale. Antireforma territoriale Tirana, qarku i Tiranës, me mbi 1 milion banor, ka 4 bashki, qarku i Gjirokastres, me 120.000 banor, ka 7 bashki. Kuptojnë vetë. Pretendoj se me këtë reformë do të lehtësohet barra mbi qytetarët në rroga, është dyfishuar numri i parazitëve mbi qytetarët. Po tashmë nuk janë të zgjedhur, janë të mbruar. Shqipëria në raport me popullatën natyrisht duhet të ketë një numër jo të madh të bashkive dhe komuna, por në raport me terrenin, në qoftë se qëndrojmë parimit që qytetarët duhet të kenë shërbimet, duhet të kenë drejtimin, duhet të kenë njerëz të zgjedhur, Shqipëria është tjetër. E ka lanë të pavdekshme një kinez në vitet 70. Udhtoi nga Tirana në Fiers dhe u tha kolegëve të tij inxhinier, tha, pse thonë Shqipëria që ke vogël, tha, po vetëm Puka është sa Shqipëria, sepse rruga ishte e gjatë. Cila është sot sigurisht infrastruktura ka ndryshuar, po prapë kemi zona ne. Prapë kemi zona të larta, prapë kemi zona me infrastrukturë, pothuajse pa infrastrukturë, që kur bë reforma, ora për Shqipërinë rurale ndaloi. Ndaloi edhe një ligj që miratuam ne në 2012 për të hequr 8 vite taksat për ata që investojnë në ato zona, në zonat malore, e anulloi të parin. Ka ndaluar atje. Dhe tani do të shpërbej kartelet me troje në male. Ndaj dhe edhe në këtë reformë, ne do japim mendimet tona, kontributin ton, duke patur parasysh. Ne nuk i qëndrojmë skemës së mëparshme. Nuk themi se 410 bashki dhe komuna do t'jenë, se disa prej tyre ju garantojnë ju, ka ngel vetëm stane bagtish tani, njerëzit kanë ik, po prapë se prapë, aty ku ka mundësi dhe komunitete, ne do të gjejmë, do të qëndrojmë. Ne do synojmë ripopullimin e Shqipërisë. Dhe kjo reformë duhet të jetë edhe në funksion të këtij parimi. Ju falenderoj shumë dhe unë uroj suksese në këtë debat, në këtë dialog që kemi së bashku, të arrijmë në konsensusin ujdin më të gjerë për këto 2 reforma, në interesin më të mirë të Shqipërisë. Faleminderit, doktor Berisha. Ju përpara keni edhe një material që i takon Komisionit të Reformës Zgjedhore, që është kalendari i punës dhe tematikat që ai trajton. Sigurisht që ajo është për njohjen tuaj, ka një karakteristikë më teknike, po ka çështje të përfshira, çështje të rëndësishme që do të keni debat shumë të madh politik. Megjithatë ajo që ka rëndësi është që arritëm të negociojmë që pjesë e këtij diskutimi të plot gjerë në Komisionin e Reformës Zgjedhore të dhe çështja e sistemit zgjedhor, siç e tha dhe doktori. Ky sistem zgjedhor që ka Shqipëria është sistem toksik. Kjo nuk është thjesht çështja e listës dhe llojit të saj. Është i tërë konstrukti, nuk është më me ndryshimet që u bën në mënyrë të njëanshme
nga Edi Rama me ata që në vitin 2019 qëndruan parlament dhe i dhanë mundësinë që ndryshonte kushtetutën në kundërshtim me marrëveshjen e 5 qershorit, që thot fare qartë që nuk ka konsensus për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Pra me ato vota shtesë, Edi Rama ndryshoi kushtetutën dhe ka prodhuar këtë hibrid i cili është i dëmshëm për demokracinë, pluralizmin dhe parlamentarizmin. Pra është një debat i gjerë, i fortë dhe vetëm konsulta së bashku do të na çojë në një model i cili do të jetë funksional dhe do të jetë i pranuar nga të gjithë, megjithatë duhet të jetë për shqiptarët. Po sigurisht aty janë edhe tematikat e tjera të cilat do të kenë një diskutim të rëndësishëm dhe pra çdo ide që do të vi nga partitë e opozitës është e mirëpritur për punën tonë në Komisionin e Reformës, që të jetë punë sa më gjithëpërfshirëse, transparente dhe efikase nga ana tjetër. Po kështu për çështjen e reformës territoriale, përmendi doktori, unë nuk kam mandatin për atë çështje, por këtu ka antarë të Komisionit të Reformës Territoriale gjithashtu, që janë pjesë e atij komisioni nga ana opozitës. Nga ana tjetër, ndryshimet në atë reformë territoriale mund të kenë pasoja edhe mbi sistemin zgjedhor. Prandaj është shumë e rëndësishme që dhe ajo reformë të ketë një transparencë të plotë, jo vetëm në mënyrë që interesat e opozitës dhe interesat e asaj që ne besojmë se përfaqësojmë si interes publik të jenë përfshira, por mos të jetë një kuti e mbyllur e cila në momentin e fundit të dëmtojë mënyra si funksionon qoftë demokracia lokale, pra centralizimi më tejshëm i pushtetit që ka ndodhur nëpërmjet zvogëlimit të numrit të bashkive, qoftë nëpërmjet centralizimit nëpërmjet nivelesh të tjera që duan të krijojnë në dëm të decentralizimit. Sigurisht e ndikon në pushtetin vendor në zgjedhje, por mund ndikojë edhe në zgjedhjet parlamentare, sepse mund të ketë ndryshime që prekin sistemin zgjedhor. Ne kemi propozuar që para 3 vjetësh një ligj që i çon në 96 opozita, pra e bëri këtë propozim formal, pas konsultimesh në terren, bëri një propozim për 96 bashki dhe jemi treguam dhe gatishmërinë tonë për të diskutuar dhe për rajonalizimin, por e kërkon ndryshime kushtetuese. Kështu që debati që ne do të bëjmë tani e në vijim do të ndihmojë partitë parlamentare që kanë mandat për të qenë në këtë komision, në këto 2 komisione, që të çojnë përpara interesin më të mirë të opozitës, por mbi të gjitha të opinionit të publikut. Unë, doktor, pra kemi dhe zonjën Brunilla Xhiu, që përfaqëson Partinë e Lirisë, nëse ka diçka për të. Përshëndetje, shumë kënaqësi. Nga komunikimet që kemi patur me banorët, kryesisht të qarkut Fier, kemi një kërkesë të vazhdueshme për përcaktimin e disa njësive administrative atje si bashki, duke u bazuar edhe në numrin e banorëve. Ata na tregojnë se kanë vështirësi për të pasur shërbimet që ata ka nevojë. Marr për shembull njësinë administrative Cakrën, banorët e së cilës e kanë shumë të vështirë të marrin shërbimet e duhura dhe është një kërkesë e posaçme e tyre për ta rikthyer atë si një bashki. Përveç kësaj doja të theksoja që përgjatë fushatës në qarkun e Fierit, të gjithë kandidatët e opozitës kanë hasur shumë vështirësi. Ne ja kemi parathënë edhe OSB Odirit në takimet tona, ja kam thënë edhe liderit zotit Sali Berisha në takimin që kemi patur në Fier, që Belinda Balluku ka zbritur gjithë administratën nga Tirana, e ka çuar në Fier dhe fushatën nuk e kanë bërë kandidatët politik, por e ka bërë administrata shtetërore. Prandaj Gaja Rajon ka qenë komplet e padrejtë, sepse ne jemi ndeshur përballë shtetit, përballë institucioneve dhe nuk ka qenë një garë politike. Ne shkonim te qytetarët, i
premtonim atyre se do të punoni për ta, i flisim për idealet, për parimet, për vizionin ton, ndërkohë krahu tjetër u premtonte vende pune, privilegje, ndere të caktuara, por ama edhe i kërcënonte, qoftë edhe me prishjen e shtëpive apo me largime nga puna, dhe faktet kanë treguar që ata kishin një evidencë të qartë të gjithë njerëzve që kishin punuar për ta, pra i kishin patronazhuar në damar, në detaje njerëzit. Prandaj kjo nuk ishte një fushat zgjedhore, kjo ishte një masakër zgjedhore në plot kuptimin e fjalës. Do të bëj maksimumin patjetër, unë jam antare zvendësuese në Komisionin e Posaçëm për Reformën Territoriale, kështu që çdo rekomandim i juaj, çdo sugjerim, ne jemi të hapur, kontaktet tona i keni, kështu që mund të na kontaktoni në çdo moment. Faleminderit. Faleminderit, zonja Gjiu. Do doja të theksoja diçka. Besoj që do të ketë shumë rëndësi pra në diskutimin ton që pra eri përsëris vendosja e piketave në raport me sistemin zgjedhor. Një element kryesor i cili dëmtoi thelbësisht funksionimin e tij ishte heqja në vitin 2020 në mënyrë të janshme nga kushtetuta dhe kodi zgjedhor të koalicionit partive, i cili e thënë me terma të asaj që zhargoni tashmë i përditshëm ishte një lloj liste hapur e partive. Të gjitha partitë kishin emrin e tyre në fletë në votimit, kishin kontin e tyre, mbledhin votën e tyre, merrnin mandatin e tyre. Ne bëm përpjekje të pa suksesshme vjet që ta rikthenim, por një qëndrim i përgjithshëm do të ndihmoj shumë që ne të kemi mundësinë të shkojmë drejt një zgjidhje e cila rikthen identitetin e çdo partie politike në mënyrë që zgjedhësit të dinë kë po votojnë, sa vota japin dhe çfarë mandatesh marrin. Pra mandatet janë nga vota e zgjedhësve dhe jo nga thjesht marrëveshje midis partive politike. Do t'ja kaloj fjalën përfaqësuesve, kryetarëve dhe përfaqësuesve partive politike që duan ta marrin fjalën për përfaqësuesve të partive opozitare. Po, zoti Shem. Po, ju falenderoj shumë dhe përshëndes të takim të rëndësishëm. E mbështes panoramën që paraqiti para opinionit publik kryetari i Partisë Demokratike lidhur me gjendjen dhe situatën politike në cilën po kalon Shqipëria. Këto dy ligje për të cilat jemi mbledhur janë ligje shumë të rëndësishme, sepse në këto 25 vite zgjedhjet në Shqipëri nuk kanë prodhuar kuvendin real dhe vullnetin e shqiptarëve. Për sa kohë ky institucion i rëndësishëm nuk përfaqëson vullnetin real, nuk prodhon qeveri të përgjegjshme. Edhe për këtë jemi të gjithë përgjegjës. Po. Unë mendoj se praktika e drejtanishme e ndjekur nga komisionet parlamentare të reformave, qoftë për reformën zgjedhore, kjo territoriale, edhe gjithë komisionet e tjera, du të dalin nga taktika rutinë e drejtanishme, e negocimit duke ndërtuar ligjin në tavolinë me kundërshtarin i cili e ka përpunuar idenë e tij për të fituar zgjedhjet përpara se ne të shkojmë në atë tavolinë. Unë mendoj dhe kërkoj kësaj tryeze të nderuar që opozita për këto dy çështje kruciale të rëndësishme duhet të ndërtoj brenda vetes dy drafte të rëndësishme, draftin për zgjedhjet edhe për reformën territoriale. Për t'i bërë këto dy gjëra të rëndësishme duhet të kemi dakordsi midis nesh. Së pari duhet bëjmë dakord për sistemin zgjedhor në Shqipëri. Jeni të shqiptar sa herë është ndryshuar ligji zgjedhor në Shqipëri. Jemi vetëm vend në botë që ndryshojmë ligjin sa herë ka zgjedhje. Edhe të gjithë ligjet që kemi ndërtuar nuk kanë prodhuar zgjedhje. Që do thotë kemi bërë një rreth vicioz. Unë uftoj gjithë dhe së bashku që të demonstrojmë përgjegjësinë për ata që na ndjekin. Janë 12 vite, është shumë e vërtetë ajo që tha doktor Berisha, që i çon zafin të shtëpia me 1.000 euro. Po sa fenomene tjera ka këtu që
po të rrim të diskutojmë, do rrim me javë. Ne duhet me vendosmëri të ndërtojmë midis nesh besimin për të hartuar një draft ligj që ka të bëjë me zgjedhjet në cilin duhet përfshihet sistemi zgjedhor, teknikalitetet, pastaj të diskutojnë ekspertët, ata gjërat dytësore, sistemi shumë i rëndësishëm. Du të dalim nga kjo vorbull. Du të dërgojmë në tavolinë kundërshtarit për të thënë kjo sistemi që ne kërkojmë, përndryshe bëj zgjedhjet vetëm. Jo të shkojmë sipas praktikës drejtanishme dhe ta çojmë ligjin zgjedhor në negociatat e minutës fundit për të vendosur gjërat më kruciale që përcakton ligji. Se kështu ka ndodhur për këto vite, besoj, bim dakord. Ne kemi lënë të marrim dakordsi me kundërshtarin orën 12 pa 1 minutë të datës fundit tek e cila kemi vënë shpresat për të fituar zgjedhjet. Kjo praktik unë mendoj se duhet braktiset. Po. E dyta, duhet, siç e thash, të ndërtojmë një draft duke përfshi sistemin, për shkut e drafti, duhet bim dakord bashkë për sistemin zgjedhor. Shqipëria ka nevojë jetike për të ndryshuar këtë sistem burokratik edhe neveritës. Sa vetë u kanë shkuar shqiptarëve në përshpi për të kërkuar votat nga kandidatët. 4.000 kandidatë kanë trokit derën. E papame. E neveritshme. E rëskapitse. Nuk du të ndodhi kurrë e gjë. Ne o du të shkem drejt një sistemi proporcional kombëtar ku të përfshihen gjithë faktorët politik, mendoj unë, ose të shkojmë drejt sistemit të terrenit vëm njerëzit që fitojnë. Edhe të ngrem besimin midis strukturës tonë. Ky sistem që ishte shkatroi besimin midis nesh. Po, të ngrem, bëjmë draftin tonë ligjor, me dakordsi, me besim me njëri tjetrin, e të shkim kundërshtarit përgatitur. Kjo është e para. E dyta, reforma territoriale, që shkatroi pushtetin vendor, largojnë shqiptarët nga Shqipëria, zhveshi komunat nga banorët, stane kanë përfunduar shumica, stane, keqardhje shumë e madhe, 7-8 familje, s'kan as ujë, as drita, as shërbim, as arsim, as gjë. Opozita ka bëjë që iku, këtë radhë nuk du t'ikim, du të këmbgullim, të ndërtojmë një formulë që i shkon për 7 shqiptarëve. Se vetëm kjo është mënyra për t'i rikthyer njerëzit në shtëpitë e tyre. O du të bim dakord për një numër banorësh? O du të bim dakord për një njësi që qeveriset, që të mos pres penicilinë nga qeveria për të jetuar brenda vetes. Keni pa qeveria amerikane shpall faliment kur nuk o e zonja me pagu administratën. Ne, komunat për shembull ka qenë njësi shumë e bukur. S'ka ndërsia emri komunës e bashki, po kështë një numër limit njerëzish për t'i pas në shërbim njerëzve. Sot njësit e banditëve janë të mbushur me zyrtar, pa fund. Janë në Amerikë, në Angli, në Gjermani, majnë rrogat me karta, i majnë banor tjerë, majnë vlezrit, motrat. Po të hapish sot, bësh një vendar të njerëzve që janë të punësuar në administratën e pushtetit vendor, do të vesh dur të kokë, tikesh. Ka që shumë njerëz ka të punësuar në për këto njësi, edhe që ndodh, e kundërta me sistemin e drejtësisë, se ja vlen ta përmend dhe këtë. Larguan shërbimin e drejtësisë nga njerëzit e sollën në një grush njerëzish në Tiranë. Shkrin gjykata e prokurorie, kanë bërë një gjykatë këtu, edhe që ndodhi, nga një numër i madh dosjesh që ishin stok, i vetëm që nuk i evaduan dhe t'u apin shërbim drejt njerëzve, por i trefishuan. Për të mos dalë nga qëllimi i takimit që kemi këtu, unë mendoj se vetëm sistemi i ri zgjedhor, duke përgatit një projekt ligj me asistencën edhe të SBU-dit. Ne duhet t'i shkojmë kundërshtarit përgatitur e t'i themi ja ku e ke. Opozita vjen në zgjedhje me këtë ligj.
edhe pushteti vendor shumë i rëndësishëm, për të lënë fjalë të tjerëve, u falenderoj shumë që më dëgjuat, edhe këto takime unë mendoj se duhet të institucionalizohen, doktor Berisha. Ju falenderit. Faleminderit. Kush e dëshiron fjalën? Po zoti nuk ka. Faleminderit. Do të ishte e rëndësishme nështë një konsult paraprake, përpara që të merrin nismën për ngritjen e tyre dy komisioneve, për faktin që gjithë ne, por edhe ato që na kanë mbështetur në këto zgjedhje, mendojnë që do të ketë një kaos për votën, me protesta, me qëndrime parlamentare, që gjithë dim që sa tjetë Rama kryeministër nuk do të ketë zgjedhje. Kjo është përsëritur disa herë. Por vrem se sa tjetë Rama kryeministër, ne ulimi e bëjmë prap reforme me te. Kështu që kjo nxitje në ka lënë pak një shije të hidhur për faktin që asnjëherë nuk ka filluar parlamenti me ngritjen e komisioneve për reformën zgjedhore. Reforma zgjedhore është bërë mosi është marrë raporti ose bëhu dirit, është kërkuar, po është studiuar, është konsultuar. Unë shoh të keqen e zgjedhjeve që kemi kaluar në vite tek kodi zgjedhor, tek ndryshimi që është bërë në 2018. Ajo ka të tërsu komplet realitetin e përfaqësimit politik, i ka dhënë një goditje të rëndë pluralizmit. Unë për fat në të kohë e kam kundërshtuar, jo vetëm me votë, me qëndrime, por edhe me një kategoriet, me zotin Meta dhe me disa deputet konventit Shqipërisë që patën një përgjegjësi dhe një njohshmëri që kuptohem që po goditej pluralizmi. Ju tentuat për interesat tuaj normale, nuk ju parashikoj për këtë, që ta ktheni skemin politiken bipolare. Një kohë që Shqipëria kishte pak vite pluralizëm, ne si jemi as Shqipëria, as Greqia, jemi një vend me demokraci të pakonsoliduar dhe goditja e pluralizmit duke kthyer në bipolare i dha një goditje kryesisht djathtas. Për faktin që ju, zoti Berisha, keni disa parti aleate, nacionaliste, të djatha, alternativa agrare, demokristjanë, të kjo ishte një vlerë edhe për djathën edhe për opozitën. Nërsa Edi Rama në krahun e tjetër s'kishte parti, LSI-n kishte në atë kohë dhe shpalli armike, dhe kjo vlerë e shtuar u hoq me kodit zgjedhor, hap mas hapit. Unë nuk mendoj që Edi Rama i ka bërë këto vetë, në mënyrë të njanshme, por shpeshherë ka pas bashkëpunime për interesat përbashkëta, qoftë edhe kjo me Lulizim Bashën, heqja e koalicioneve klasike i dha goditjen përfundimtare pluralizmit, që unë kam dyshimet e mia sot, ndoshta 10 herë, që Lulizim Basha i mbylli syt, se kishte interesat të tija për të goditur edhe LSI-n, megjithëse kishte partnere, për të goditur edhe Partinë Demokratike, që kjo ka filluar që në 2008. Ne nuk kemi fituar zgjedhjet që në 2018. Nuk e kuptoj, zoti Berisha, se si ka mundësi që nuk e shohim të keqen të 2018 të ky sistem, se nuk kemi fituar. Pra, Partia Demokratike nditen më të mirë se ai, qeverisin më të mirë që pati, në 2009 kemi marrë 70 mandate. Pra, se kemi kaluar pragun e 50%. Edhe mos zgjedhjeve, Edi Rama po diskutim që blen, zgjedhja bën presione, bashkëpunon me grupet kriminale, por kjo e thellon fitoren. Nësa fitoren bazë e jep ky kod zgjedhor, cili është problematik, është antikushtetues, vota nuk është e barabartë për qarkun e Vlorës dhe për qarkun e Shkodrës, vetëm me 2 qark që Edi Rama i fiton zgjedhjet pa fituar, vetëm me Firin dhe me Vlorën e Majta ka 13 mandate plus. Dhe kjo në jep një goditje
jashtëzakonisht madhe. Pastaj futemi sot një reformë territoriale, sidomos gjykimi tim, ndoshta do të mos një vitit, sa gjërat të qartësoheshin, por derisa është bërë një hap, ne po japim minimet tona. Ne do të jemi qartë, zoti Berisha. Jam dakord që nuk do të bojkotojmë as zgjedhje, as komisione parlamentare, por nuk do të lejojmë Ramën, nuk na falet ne që presim raportet e OSB-s së djerit, apo të marrim veshkime, apo të tregojmë se si na janë mbyll zgjedhjet. Ta bllokojmë. Opozita është një institucion. Opozita drejton 50% territorit në zgjedhje. Opozita kontrollon 50% e tjetër, që ka nën kryetar. Po s'kena nevojë për me shpall falimentin përballë një personi që bën ç'është mundur për me qenë në pushtet. Ta bllokojmë. Nuk i bojkotojmë, por e bllokojmë. I kena të gjitha mundësitë, instrumentat për ta bërë një gjë të tillë. Nëse ai bën vendos rregulla në mënyrë të njanshme, ai s'po ndan tokën e Kristaqit. Po ndan rregullat për pluralizmin shqiptar, që kjo i takon edhe për reformën territoriale. E kemi bojkotuar, ne kemi bërë shumë gabim reformën territoriale, edhe i kanë ka bërë një reformë territoriale që kjo na pengon jashtëmase shumë. Edhe në zgjedhje, edhe në përfasim, edhe në shërbimit në qytetarëve, që kemi bërë lëmsh, Bashkia e Kryeqytetit merret edhe me kanalizimet e Zallherrit, kur ka 1001 probleme. Edhe kjo është papërgjegjësi shumë e madhe e komplet klasës politike që ne kemi pjesën tonë të fajt. Unë do të dëshiroja shumë që ne të jemi të qartë me sistemin. Pra, nuk ka asnjë lloj problemit nëse na thuhet që ne jemi për këtë model. Është e drejta juaj. Ne shohim veten tonë si ku jemi, por jo gjithmonë minutët e fundit, pa pas informacion, vemi përballë një realitetit që në ka penalizuar nga zgjedhje në zgjedhje. Dhe për fatin e keq, dhe këtë kam si vërejtje, krijohet një frym edhe tek militantët e partisë tuaj, sikur alatet janë një peshë, janë një kosto. Jo. Këtë e dini edhe ju, po nuk e thoni, edhe na bëni ne tabelqitjet. Jo, alatet janë vota për ju, janë një vlerë e pluralizmit dhe marrim shumë më pak se sa në takon bashkë 5 tonë elektorale. Që ne në vitin 2008, kur ka në shukët i zgjedhor, ne nuk testohemi, se futemi në koalicion edhe në numërën e të vota që mesin shkrumin letër dhe jo ato mira të Tiranë që i merrin ju nëpërmjet koalicionit që s'kemi kandidat. Edhe kjo është një hile e qëllimshme, edhe unë e njëjë shumë edhe kohë të fundit, edhe në takimet e foltorës parë dhe dytë, që shqyrton në lahat sikur ne jemi e keqja. Jo, ne jemi një vlerë që vetëm LSI-ja përpara disa viteve ka pas 100.000 vota. Kuptohet që goditjet që erdhen në 2 krahat, që për fatin e keq kishte edhe Ramën përballë edhe Lulzim Bashën në anën tjetër, por edhe Partia Demokraciane, ne kemi pas 58.000 vota, që i thojnë 6 mandate në Kuvendin e Shqipërisë, por duke qenë pjesë e këtyre koalicioneve, ne kemi feru. Pra vetëm me votet e LSI-s, 9 mandate që keni dhënë alahatëve e molojnë, përveç se çdo parti politike kontribon që sistemi zgjedhor edhe me një vot ta heqë mandatin. Kështu që unë tham që militantëve t'ju tregoni të vërtetën, se paktën unë ndjej mirë se jam as në parlament, pra ato votat tona i keni marrë dhe sa të kam drejtën për mi, po ju del zot edhe atyre që janë në parlament, që janë me votet e tyre, jo të Partisë Demokratike, dhe ju profitoni shumë më tepër vota se edhe mbas letrave të historisë si ka qenë përpara. Edhe kjo është shumë e rëndësishme që kjo klim, ne çfarë duam ne s'kemi kërkuar favore me Liz. Ne duam një koalicion që të kemi siglën tonë, emrat tonë, kandidatët tonë dhe t'ju mbështesim edhe ju. Pra një koalicion klasik. E ndryshoj kushtetutën e Tiranës, me metjet e Lulzim Bashën në parlament e ndryshoj. Jo me ne. Ne e kundërshtuam, ndërzuam mandatet,
kur ishte puna për një aksion politik. Kështu që duke parë në këtë kontekst, nëse ne futem një reformë territoriale, që edhe kjo s'ka sens se ne futemi me 2 komisione edhe nuk e dim se kur në një komision do të kesh edhe një dekorsi paraprake, që ky Edi Rama është i prirur për reformën territoriale, do të bën ndryshimin e sistemit zgjedhor, se ai bën televizja dhe në fund miratën çfarë dojnë vetë, pra ne bëhemi viktima rrallës. Kështu që para se më ngrit komisioni, do të besoj që keni bëj bisedë. Nëse keni bën na thoni se transparenca është shumë e domosdoshme. Nëse se keni bërë gabim, se prap kam me përdor të njëjtën metodë dhe do të miratojnë çfarë dojnë ai për të ardhmen. Unë to kisha i kam shqetësim real, jam një njeri që e kam ndjek reformën gjithmonë zgjedhore, shumicën raste kam qenë antar i komisionit të reformës zgjedhore, e kam kundërshtuar që në gjenezë që kam menduar që është një goditje ndaj pluralizmit, jo për interesat e mia politike, për këtë ndjeje mirë sot paktën që ka edhe shumë njerëz që e kanë votuar dhe sot janë peno. Por unë shoh keqen sot i Berisha përveç Edi Ramës, se është keqja më e madhe, jo vetëm i sistemit, por edhe shqiptarëve, edhe kombit tonë madje përtej, po fusim edhe Kosovën në këtë rast, se edhe ati ka fut hund, por ne do të ndajmë mendjen për një sistem plural përfaqësues i cili e zbe edhe rolin e grupeve kriminale në zgjedhje. Që gjithmonë do të marrësh kundërmasa. Nëse sot ky sistem zgjedhor kanë rëndësi grupet kriminale, me një sistem tjetër zbehet roli i tyre. Nëse ky sistem ka një luftë edhe mes nesh, jo me lista të hapura, jo me lista të mbyllura, një sistem tjetër i jep e përsi morale edhe opozicës. Ne kemi pas edhe, po marrim përpara 2008, ishte një sistem shumë i mirë, nuk ishte një problem sistemi. Ishte problem që ne ta ngushtojmë pluralizmin dhe kemi ngushtuar deri në atë masë sa kemi dëmtuar veten jashtë masës shumë. Ju falenderoj për Në ardhi 2 momente duhet sqaroj. Spari ndryshimet që ne bam në vitin 2008 i ipnin votat secilës parti. Kjo u anullua në mënyrën më antidemokratike, në vitin 21 apo 2020. Dhe ky është në vlerësimin tim një vendim, një ndryshim antidemokratik. Është absolutisht e vërtet që nga partit e quajtura të vogla kanë përfituar dhe përfitojnë partit e mëdha, ndonë se ato përfaqësojnë të marras bashku sa njëra nga partit e mëdha. Përfaqësojnë 1/3 e elektoratit shqiptar. Ndaj dhe ne jemi këtu për të dhënë përgjigje këtyre çështjeve. Nuk kemi asnjë kundërshtim. Nuk është vonë, por është në fillim të debatit, sepse këtu OER ju ka dorëzuar ju një agent që është përcaktuar dhe nuk është vendos asnjë dhe do vendosim bashkërisht. Por nuk duam të bëjmë një ujdi bashk dhe të mbrojmë këtë ujdi zbashku me deputet tjerë të opozitës, të cilët duan ta mbrojmë në parlament. Jashtë kësaj ujdie ne nuk dalim, sepse edhe unë kam bindjen më thellë që një sistem që ka brenda një element antidemokratik, siç është ajo e përjashtimit me ligj të koalicioneve, ndërshkimit me ligj të koalicioneve, ai nuk mund të jetë. Plus që jam nga 91 zot janë provuar gjitha sistemet, mund të shkojmë drejt sistemit më të pastër, që ta vendosim këtu bashkërisht
në përputhje me interesat më të mira tona. Çfarë do thot pala tjetër, ne nuk e dim. Por ama, mos uljan të ulin për reformën jiptet palës tjetër të gjitha benefitet e bojkotit. Prap, bie dakord, ne kemi vetëm një zgjidhje, largimin e Edi Ramës me protesta. Po këto do i bëjmë, atër ja ku jemi opozitë. Një sqarim në vijim të asaj që tha zoti Ndoka, pra si në këtë Komision e Reformës, pra këto janë tematika që dalin nga rekomandimet e gjetjet e tona. Sigurisht mund shtohen të tjera që do dalin nga kjo tavolinë. Pra nuk e përjashton kjo. Po dhe reforma territoriale nuk ka asgjë në këtë fazë të dakordsuar mes palëve. Janë tematika që dalin që dim të gjithë, mbas 10 vitesh zbatim të reformës territoriale të njëanshme të vitit 2014, sot njerëzit nuk qeverisin. Nuk qeverisin në periferitë e bashkive të mëdha dhe aq më keq nëse janë në bashkinë në periferitë të vendit. Kështu që është krejt e hapur, çdo lloj kontributi, besoj çdo ideje do të na shërbejë ne në këtë detyrë që kemi atje. Janë ngritur komisionet e reformave, sidomos zgjedhore janë ngritur pas çdo palëzgjedhjesh. Vërtet është bërë një rutinë, por është një detyrim i Parlamentit shqiptar që të zbatojë rekomandimet e ODIHR-it, ama ne nuk duam që të jetë një ushtrim laboratorik, steril, po duhet të ketë dimensionin e plot politik. Ajo që ndodhi me ndryshimin e njëanshëm të vitit 2020, kur Këshilli politik u përmbys për shkak se Edi Rama përdori ata që mbetën në parlament, siç e thatë ju, zoti Ndoka, që i dhanë mundësinë që të ndryshonte dhe të hiqte koalicionin me pretendimin dhe justifikimin e listave të hapura, ai është dëmi më i madh që është bërë opozitës. Opozita do të ishte në pushtet në vitin 2021, mos të kishte ndodhur e ndryshim. Prandaj është e rëndësishme vendosja këtyre piketave sot, dhe kur që ne të dimë të përballemi me ta në të dyja reformat në mënyrën më të mirë të mundshme. Kush do tjetër fjalën për të bërë ndërhyrje? Po, faleminderit. Të nderuar kolegë, e vlerësoj këtë tryezë sepse kjo është një tryezë e cila ka të bëjë me vimësinë tonë politike. Natyrisht unë këtu jam në emër të 7 subjekteve minoritare. Sigur se panoramën e shohim në rafshin e Ballkanit, mos marrë me gjërë. Partitë minoritare përfaqësojnë gjithmonë OERT në parlamente. Kanë kuota. Rasti specifik i minoritetit që unë përfaqësoj në Shqipëri është një numër jashtëzakonisht i madh. Por ngelet për dëshiruar në 35 vite e kusur për përfaqësim politik. Mekanizmat nuk na i bën favor në as pak të mundshme për të grumbulluar atë numër në një qark për të dalë deputet. Numerikisht në Republikën e Shqipërisë ne jemi të shtrirë Vermosh, Konispol, po kur nuk i bëjmë dot ato numra për të hyrë në parlament. Natyrisht që këtu kërkojmë që themi dhe prioritet i 5 për negocimin e Bashkimit Evropian, flitet shumë. Kemi shumë tryeza me OSBE, ODIHR-in e organet ndërkombëtare dhe kërkojmë me këmbgulje që ne të ngrimë zërin kur reforma zgjedhore vjen si pikëzim për të artikuluar dhe ne atë dëshirë që kemi në këtë familje politike të përbashkët. Unë e kërkoj me këmbgulje bashkë me kolegët e mi. Kemi dakordsuar si 7 subjekte që me qenë se jemi në kohë dhe nëse kërkohet nga ana jon draft për ta vendosur brenda artikulimit tuaj në ndryshimin e kodit zgjedhor, do doja me shumë respekt dhe vlerësim që këto minoritetet të respektohen në vend, për t'i dhënë demokratizim edhe këtij procesi të minoriteteve në vend. Vlerësimi që i takon, minimalisht. Faleminderit, Rovelino. Faleminderit. Po, Po. përshëndetje, faleminderit.
e vlerësojmë këtë të rrjesë për vetë rëndësinë të cilën ka një reformë zgjedhore që të rrisë standardet demokratike në Shqipëri, të shëndosh pluralizmin politik në Shqipëri dhe mbi të gjitha të kemi zgjedhje të lira dhe të ndershme kur të respektohet vota e qytetarit. Ne si Parti Lëvizja e Legalitetit do të jemi korrekt, konsekuent në vazhdimësi të rrjezave të opozitës me propozimet tona në nivel ekspertësh që siç e theksova më lart, përfundimisht të kemi një kod zgjedhor që të siguroj që në Shqipëri një subjekt zgjedhor me 100.000 vota të shpërndar në mënyrë homogjene në 12 qarqet të mos marrë asnjë mandat dhe mbi të gjitha të realizohet ajo që shërbimi qytetar ndaj reformës territoriale të jetë sa më afër çdo qytetari për të populluar edhe ato vende që sot, siç u theksua nga paraforcit, janë shpopulluar. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Bylik Bashi. Përshëndetje të gjithë pjesëmarrësve, kolegë. Realisht shumica gjëra u thanë dhe u zauruan pikat kryesore le themi pra që mos të rikthehemi të njëjtit debat apo të njëjtit bashkëbisedim. Kolegët e nderuar, si gjithashtu dhe zoti Berisha, ceku shumë qartë që situata është tepër alarmante në vendin tonë. Por ne si Parti Republikane kemi menduar që të jemi pak më konkret përsa i përket kësaj tryeze, përderisa po flitet për reformën zgjedhore dhe reformën territoriale. Kemi menduar të mbështetemi në 5 pika kryesore që për mua dhe për Partinë Republikane sot opozita ka nevojë dhe të jetë më e qartë. Pikë së pari kemi menduar që është e domosdoshme rikthimi i Republikës parlamentare kushtetuese si sistemi zgjedhor që duhet i kthehet parimit që qytetarët të zgjedhin realisht përfaqësuesin e tyre në parlament. Ne kemi qenë dhe mbetemi patjetër pro listave të hapur si garanci e vetme për një parlament të përfaqësimit të vërtet. E thatë dhe ju më parë, por duhet ta themi që rikthimi i koalicioneve është domosdoshmëri për opozitën. Është e vetmja gjë që ne na sjell maksimizimin e votës. Kryeministri nuk mund të mohojë sot atë sistem me të cilin vetë ndërtoi koalicionin dhe fitoi në vitin 2013. Rregullat nuk mund të ndryshohen sipas interesave të radhës mazhorancës. Zoti Berisha e preku edhe pak më parë, po dhe kolegët, është raporti i Odirit, i cili ka venditur tepër qartë problemet kryesore: bashkimin e shtetit me partinë, përdorimin e fondeve publike, aktivitetet shtetërore për fushata në interes të qeverisë. Kjo është një shkelje e hapur e standardeve të demokracisë. Së katërti, kemi menduar që krimi organizuar dhe korrupsioni ndikojnë drejt për drejt në procesin zgjedhor, duke bler vota, duke indemnizuar votuesit dhe duke pasur përfaqësuesit e tyre në parlament. Pa u shiruar politika nga krimi, ne mendojmë që nuk do të ketë zgjedhje të lira. Së fundmi është patronazhistët. Mendoj që këtu nuk o cek dhe duhet ta themi dhe duhet buçasim duke thënë, ata nuk janë aktivist politik, por janë pjesë administratës shtetërore të vënë në shërbim pushtetit. Disponojnë dhëna fiskale, penale, pronësie personale dhe shibëjnë si sekser që zgjidhin probleme me anë të këmbimit votës. Kjo praktikë zëvendëson funksionet e institucioneve dhe duhet të konsiderohet patjetër krim zgjedhor. Për ta mbyllur dhe për më të zgjatur më shumë, mendoj që për të garantuar të zgjedhje të lira dhe të ndershme, reforma zgjedhore duhet të shoqërohet me një mekanizëm real kontrolli dhe ndëshkimi. Pa përgjegjësi penale për abuzimet, çdo ndryshim ligjor do të mbetet thjesht një letër. Sot, më shumë se kurrë, Shqipëria ka nevojë për një proces zgjedhor që rikthen besimin te qytetarët dhe jo për rregulla të diktuara nga interesat e pushtetit. Faleminderit. Shumë faleminderit. Në këtë pikë do doja t'ju sqaroj diçka del dhe këtu në kalendar. Kjo reformë nuk do të kufizohet vetëm tek ndryshimet e kodit zgjedhor. Kodi zgjedhor nuk mund të jetë ligji vetëm që zgjidh gjitha problemet, por nga ana tjetër ka një ndërgjegjësim që problematikat janë çështje të qeverisë së përditshme,
keq qeverisë së përditshme, të lidhura me çështje që janë dhe pjesë e kapitujve që po hapen në kuadrin e negocimit të Shqipërisë për të antarësuar në BE, që do të thotë do të na duhet të ndryshojmë edhe ligje të tjera, për shembull, në lidhje me shërbimin civil, administratën publike e të tjerë me radhë. Pra, nuk do ta fokusojmë, pra mendja e hapur do të jemi plotësisht mendjen e hapur që kudo që ne mendojmë që përqendron problemi të gjejmë dhe zgjidhjen. Po, faleminderit. Kush e don fjalën përsëri? Adriatik. Po, faleminderit. Në fakt, na lejoni ta shtrim edhe pak më shumë këtë takim, sepse dihet nga problematikat që ne kemi, ose na bie rrallë rasti, se para zgjedhjeve ju na ftoni, në fakt, edhe pastaj kur i mbyllni ato, nuk na pyesni fare, ose e mbyllni telefonin, edhe zgdoni t'ja dini për ne fare. Është shumë e çuditshme, kam të thënë drejtë. Kam një bashkëpunim mbi 20 vjet dhe nuk e kam gjetur një respekt të tillë. E them me keqardhje sinqerisht. Tani na ftoni për 2 pika shumë të rëndësishme. Po pak të pa një bashkëpunim që unë personalisht e kam ngritur në çdo takim opozitar që kemi bërë, them bashkëpunimin në nivel lokal me të gjithë kryetarët tonë të opozitës. Asnjëherë nuk është realizuar. Pra ka një çalon diku. Tani ju mendoni dhe flisni për Ramën. A kuptoni ju nga vjen Rama zotrin? Por ata vranë, pushkatuan, burgosin, shtetëzuan të vend. Po ju mendoni se ai si vjedh zgjedhjet? Po sigurisht më i zgjedh. I vjedh. Mos pristin gjë nga ai. Ai ka kapur sistemin, edhe fati jon jo i mirë, prodhon të mandate. Tani, te sistemi, është shumë problem kjo. Unë personalisht, sepse duhet të kundërshtojnë çik zotin Bylik Bashin, unë e mora mandatin fakt, dhe kam qenë i vetmi deputet, me kod pjesshme, dhe kam kundërshtuar këtë. Po mos thoni që, të lutem, po mos thoni ju që s'bashkëpunonit, PD-ja i sillte marrëveshje që andej, edhe gjithë deputetët që ishin atje, kur do votonin. Nuk është e mirë kjo të ne i lini ne, sepse edhe ata ishin kandidatët po të zgjedhur vendosur nga lista e Partisë Demokratike. Pra, kam qenë i vetmi deputet që e kam kundërshtuar dhe s'kam votuar pothuajse asnjë ligj. Dhe kam qenë opozitar i vetëm. Po mos e përzini kështu se i bëni pistë edhe të tjerët. Tash le të vim konkretisht. Tani se të gjithë flasim fjalë të përgjithshme. Po ama ku vjen puna te sistemi, sepse pata mundësinë të isha antar i komisionit, disa kohë se s'mlan. Tani vim te sistemi tërësisht është i kapur. Na thoni ju, zotrin, çfarë sistemi keni parasysh? Tani kemi një farë njohurije në fakt, me të drejtën. Tani o do ta lëshoni sistemin dhe të prodhojmë atë që tha zoti Noka, sepse edhe sistemi mund të prodhojë diçka, edhe bie dakord 100% me zotin Noka. Pra do të themi e lëshojmë ose të gjejmë një kapje që të prodhojë sistemi për urjen e votuesve. Tani ka disa dhe probleme të tjera. Financimi subjekteve politike. Në fakt juve ne ebni ca vota që na mbani gjallë, në thënë drejtën. Ju duhen këshilltar dhe këshilltar për PD-n marrin vota, kur janë të vallit, nuk dalin këshilltar dhe nuk marrin vota. Tani zotrim financimi i subjekteve politike. Unë e kam thënë dhe në komision këtë. Mos të preket buxheti i shtetit dhe asnjë parti politike të mos marri financim. Gjë më e madhe ju themi shqiptarëve. Po tash juve po mor financim, si PS, si PD, e ndajnë buxhetin e shtetit, marrin dhe ato partitë e tjera, e tani financime merrni, komisionerët i keni, gjitha i keni, po çdo bëjmë ne të shkretët, pra s'bëjmë dot asnjë gjë. Pra duhet ta hapim dhe t'i ofrojmë shoqërisë shqiptarëve, votuesve, një alternativë që mos sa prekim buxhetin e shtetit. Tani, të gjitha partitë
pothuajse ato që janë parlamentarë marrin. Po mirë më zotëri, a është e drejtë kjo? Unë marr 5.000 vota, 6.000 vota, 2.000 vota. Po i kam votuar në ata. Po si unë mos të financohem, po është e padrejtë. Po është tërësisht e padrejtë. Ja u thashë edhe kur isha antar i Komisionit të Reformës. O zotëri, marr 5.000 vota. Po mirë më dhe unë jam taksapaguesi i këtij vendi. Tani unë si duhet marr, ju të merri, po është krejtësisht gabim. Tani koha televizive. Pra, koha televizive është po prapë sipas partive parlamentare. Po mirë ma, ne a jemi taksapagues të këtij vendi? A paguajmë taksin e televizionit publik ne? Si që nga kjo, po janë të padrejta mërë, që këtu fillon çdo gjë. Tani flitet për numërimin e votave. Me thënë të drejtën ne jemi bërë gangren në gjithë botën pothuajse. Dalim pas 7 ditësh. Shtojeni një kërkesë kam unë, shtojeni grupet e numërimit për dalë rezultati sa më parë. Është shumë e dobishme edhe kjo. Tani, unë kam shtruar para zgjedhjeve votimin e diasporës. Ju thash në fakt, por nuk më dëgjuat. Ju thash, nuk është përgatitur infrastruktura për të votuar votuesit nga jashtë. Ora është edhe krejtësisht gabime, por tani. A e kuptoni që një njeri tani që nuk e ndjek tërësisht politikën, alternativat politike, duhet më votoj mua ku është ai në Greqi, në Selanik, apo ku digjon, ai si njeh alternativat. Ju tash e miratoj PS-ja, juve ju duk sikur tani do dilni kundër diasporës, votuesve tanë. Po mos zotëri, shikoni çfarë prodhoi. Sa përqind morën ata? Ata e kishin ngritur infrastrukturën. Me taon edhe çfarë kanë ata, nuk ka hajër ky vend. Po si do bjem ne tani viktim? Bjem ne viktim, hajtë votoj diaspora. Po e kuptoni, unë kam pasur vajzën time në Turqi, as pyeti kush atje, vajti e mori vetë, votoj, çoj po pra vetë, as kush nuk u interesua. Pra gjithë infrastruktura ishte, po si të votojnë këta shqiptarë? Po mirë më, do kandidojmë nesër për zgjedhje vendore. Po ai është në Itali, është në Amerikë, është në Kanada, është në Australi. Ai nuk e njeh. Si të votoj ai? Alternativën jo, kandidatin jo, si të votoj ai? Edhe unë kam një propozim. Ore, e lidhim shqiptarin më shumë me Shqipërinë. Pra i themi atij, hajde se të rinteresohu, një e kandidatin, edhe ai voton Shqipëri. E lidhim shqiptarin me Shqipërinë, po dhe Shqipërinë po me interesin e shqiptarëve. Se kështu nuk ja dalim dot. Nuk ja dalim, ai në çdo rrethane ka sistemin të kapur dhe sistemi nuk prodhon atë që ne kemi parë sipas rezultatit që na japin. Tani vim te reforma territoriale. Jam shumë dakord me atë çfarë keni propozuar. 96, sa më shumë të jenë, është më pozitive, të jeni të sigurt. I shkojmë, nëse një qeveri është në shërbim të shqiptarëve, sigurisht që i shkon shërbimi më afër, nëse do kemi sa më shumë bashki, pra do t'i administrojmë më mirë të gjithë ata që paguajnë taksa, të gjithë ata që kanë probleme e për gjithçka tjetër. Tani, unë ca probleme teknike dhe i kam, po nëse do bëjmë një takim tjetër, jam shumë dakord. Ju falenderoj zoti Berisha në fakt për këtë takim, po me thënë drejtën, unë ju kam kërkuar edhe takim për të takuar para zgjedhjeve. Nuk është realizuar. Tani është gjë e vogël për mua që e them publikisht këtu se më vjen mirë në fakt. Nuk e di pse ka një sjellje, edhe mendoj që ta bëni këtë rotacione se këtyre që u keni dhënë deputet gjithkohon, 35 vjet, po na jepni edhe ne të paktën. Ndryshojeni çik, largojeni këta, na afroni ne. Se na duket kështu 35 vjet kontribut edhe asgjë nuk mendoj që kjo jo se më shërben mua, nuk e thash për këtë sinqerisht, po i shërben bashkëpunimit, elektoratit, frymës, në cilin ne duam ta çojmë në bazë. Faleminderit. Faleminderit, doktor. Ja, vetëm një sekond për. Unë Adriatik e vlerësoj të jesh i sigurt aktin tënd dhe gestin tënd që votove kundër. Ati ndryshimi kushtetues, po, ke majtë qëndrimin e duhur,
Por, kërkoj nga ne të realizojmë një moment. Ky regjim shtyp pluralizmin. Dhe të gjitha ato që ndodhen ishin në kuadrin e ngushtimit sa më shumë të hapësirës pluralizmit. Siç ishin arrestimet e liderëve, siç ishte votimi i narkoqeverisë dhe programit saj për 28 minuta. Natyrisht, absolutisht nuk e nxjerr kur jashtë përgjegjësie Partinë Demokratike, Sali Berishën dhe për qëndrime të gabuara apo të tjerë. Vetëm se ne duhet se në këtë situatë duhet realizojmë se ky regjim bën një agresion ndaj opozitarizmit, ndaj opozitarëve, ndaj të gjithanshëm, të garantoj që nuk ka qenë më shumë terrori i policisë sekrete shqiptare, ta them unë ty. Jo, nuk ka qenë më shumë, po ai kishte të përcaktuar që t'internonte, të pushkatonte, të burgoste për qëllime politike, por dhe i zgjidhte, i kishte të përzgjedhur, dini vetë ju, këto me radhë, por po ta marrësh si tërësi terrori mbi popullatën, mund t'jetë ky më i shumë se sa ai që ishte. Me largime nga puna, me çdo gjë tjetër. Imagjinoti, kur arrin ta zgjesoj opozitën në parlament, sepse nëse ti kalon në qeveri për 28 minuta, programin 4 vjeçar për 28 minuta, ti faktikisht as në modelin monist të parlamentit nuk bëhe kjo. Po e bën sepse do të shumëzos me zero opozitën. Kjo është, më thonë. Na edhe të një sigur që ne do përcaktojmë së bashku dhe njëherë, thash, parime të drejta të shnosha, që u interesojnë shqiptarëve, nuk është problemi këtu se interesojnë një parti apo jo, u interesojnë shqiptarëve. Dhe të ecim, po me besim një lloj si tek Zoti, se me këtë armik të egër, të qenjes shqiptare dhe të votës lirë, zgjedhje nuk ka. Jo. Nëse mundem, doktor, pak. Doktor, shiko, unë këtë sistem e njoh dhe këta i njoh mirë me thënë drejtën. Qysh nga 2013 me ardhin e këtyre pushtet, shumë familje të djatha, në cilët enden në përbuzgje, ende ju kanë bërë skenare, shumë e vërteta e policisë, e tutësisë që thoni, kanë të njëjtën këta, të njëjtën skenare. Unë po them konkretisht për familjen time, për fisin tim. Pra, unë kam pas një vëlla për marrus, më kanë arrestuar 3 herë. Pra, nuk ka asnjë vendim gjykate në cilën ai ka shkelur ligjin dhe ka dalë tërësisht i pafajshëm. Problemi shtrohet në ta bëjnë terror, unë këtë e di. Po të shi, 13 nuk kisha vllajin punë e larguan, vllajin tjetër punë e larguan, vllajin tjetër punë e larguan, këtë tjetër çai bëjnë tani? E nxjerrin nga burgu, i shkojnë në shtëpi, terrorizojnë, vajza, djali, bashkëshortja, ikin që ndej, shkojnë punë se gjë, shkon vetë në polici, e arrestojnë. Unë këtë sistem e njoh shumë mirë. E njoh shumë mirë. Aq mirë e njoh sa e kam përcaktuar dhe qëndrimin tim. Për qëndrimin tim opozitar, pra qëndrimi im ky është. Problemi shtrohet, doktor, me mira fise të djava ende në përgjykata. Në gjykata, në prokurori, presion, sepse këtu e bëjnë ata presioni, gjenë më të mirën e fisit, e marrin, e shoqërojnë, e mbajnë atje, edhe votat pastaj do shkojnë si ai rasti që treguat juve. Më falni. Faleminderit. Faleminderit. Po, shumë faleminderit
zoti Byli Bashi, për shkënaqësi që marrin pjesë në të tryez të realizuar nga Partia Demokratike, personin nga zoti Berisha. Unë, duke qenë në rolin e ekspertit për një pjesë të mirë të këtyre komisionit posaçme zgjedhore, ku është kërkuar gjithmonë që të arrihet të bëhet një reformë sa më saktë ligjore, konform dhe detyrave apo drejtimit që ka dhënë OSB e dili. Ka rezultuar që nga viti 2020 deri në reformën e kaluar që absolutisht asnjë gjë nuk është arritur me këtë reformë zgjedhore përsa i përket Partisë Demokratike, po dhe forcave të djatha apo opozitare të cilat e mbështesin. Kjo dihet fare qartë, mbasi u trajtua shumë qartë se kush është partia në pushtet, kryeministri, që u sqaruan dhe u thanë shumë qartë nga drejtues të nderuar të forcave politike. Shkurtimisht në aspektin teknik, përfaqësuesit e Partisë Demokratike, cilët nuk kanë vlerësim më të larta për Byli Bashin, Kaso apo dhe personat të tjerë cilët janë pjesë e saj, duhet të këmbgulin dhe të jenë sa më konkret dhe koherent, sepse ka rezultuar që gjatë gjithë vitit bëhet reforma zgjedhore, zhvillohen mbledhjet, bijem dakord, vitit e fundit çdo gjë që është arritur me konsensus gjatë gjithë këtyre muajve kthehet në bumerang dhe kthehet e gjitha kundra Partisë Demokratike po dhe forcave të opozitës. Çka ajo që unë do të kërkoja në këtë komision të posaçëm zgjedhor nga përfaqësuesit e opozitës është ndarja e rregullimit të sistemit zgjedhor, cili do të jetë e para. E dyta, kthimi menjëhershëm i koalicioneve dhe rregullimi i marrëdhënieve me partitë e vogla. Çfarë marrëdhënie ka Partia Demokratike me partitë e vogla? Cilat u cekën shumë qartë edhe nga përfaqësuesit. Pikë tjetër e cila anëtarët e komisionit duhet të tentojnë që të jenë sa më konkret është dhe votimi nga jashtë. Të shikohet dhe të rregullohen dispozitat ligjore, sepse siç pam, pjesa më e madhe e njerëzve që janë larguar jashtë janë familje demokratësh, janë familje të thjeshta, janë familje të cilat kanë ikur nga ky pushtet dhe duhet të kemi një rregulim ligjor sa më të saktë. Tjetër që unë do të kërkoja të kishte një qëndrim është roli i prokurorisë i policisë në procesin zgjedhor, cilat të krijohet një kuadër sa më i qartë ligjor për këto dy institucione. Dhe ajo që unë do doja të prekja, ndoshta qofshe i gabuar, në reformën zgjedhore apo dhe në një proces zgjedhor, shumë e rëndësishme është dhe roli i komisionit i institucionit të komisionit qendror të zgjedhjeve. Çka ka treguar që në pikpamjen e mia është institucioni i cili është totalisht në varësi të pushtetit. Është një hallë shumë e rëndësishme dhe të shikojmë mundësia që ky institucion të ndryshojë sipas kushtetutës. Tjetër që do të ishte akoma më qartë, më plot, më konkrete, kishim dhe ne propozime më të sakta ligjore dhe konkrete, mendoj që kjo tavolinë tryez të jetë e hapur që çdo forcë politike me ekspertët apo me përfaqësues të ligjor të krijojnë drafte apo mendime më të konsoliduara dhe të paraqesin pranë kësaj tryeze apo pranë Partisë Demokratike dhe ne të jemi unison për të kryer një reformë zgjedhore që mbas kaq vitesh dhe forcat e djatha të kenë të drejtën në ardhes pushtet. Unë ju falenderoj dhe ju uroj punë të mbarë. Faleminderit zoti Sura. Dëshiron ndërkush? Zemra kryetari i ballit kombëtar demokratja, Xhemal Shkjau nga Shkodra. Unë për shkak të eksperiencës që kam gjatë viteve të demokracisë, kam qenë 4-5 mandate në Këshillin e Bashkisë, një mandat kam drejtu Këshillin e Bashkisë Shkodër, edhe e vlerësoj shumë këtë tavolinë për reformën zgjedhore e sidomos për reformën territoriale, sepse shumë mendoj unë që reforma territoriale është shumë e rëndësishme. Edhe ishte
shumë e dëmshme mos marrja pjesë në zgjedhjet vendore tonat. Pushteti vendor është një mrekulli për demokracinë, nëse ai menaxhohet drejt me demokraci, drejt për drejti me rregulla ligjore. Sa më afër pushteti shkojë qytetarit, mendoj që aq më mirë është për qytetarin. Ne jemi pro marrëveshjeve që bën Partia Demokratike për reformën territoriale. Është shumë e mirë 90 sa bashki dhe komuna. Për reformën zgjedhore ka një gamë e madhe, reforma zgjedhore ka shumë probleme, është një në reformat më këqija, nuk po them në rajon, për në Ballkan, që është në Shqipëni, për rajon po se po, ka një ndërgjegje të dobët menaxhimit nga ata që e kanë për detyrë, nuk ka kushte zgjedhore. Në Shqipëri, Shqipëria ka dalë nga diktatura dhe ka ndërgjegje, ka virusin komunist mbrenda që për pak këtë gjë ajo degradon nga demokracia. Siç ka filluar tash me këtë Ramodorën që shohet me drejt, që ky afërsisht po i afrohet me pak ndryshim, siç tha doktor Berisha, që e përshëndes dhe ju reshnet, që vetëm se ekziston si pluralizëm, po mo të tjera gjëna ky i ka poshtë. Mendoj që reforma zgjedhore do të ketë parasysh se si të menaxhohet nga ana e logjistikës. Bën 3 muaj me dalë rezultati i zgjedhjeve. Në Kosovë është mëna 24 orëve e merr vesh 100%. Në Malzi 100%. Në Macedoni po ashtu. Në Shqipëni bën 3 muaj, 4 muaj, rën mas rënet, gjyq mas gjyqit, hajni mas hajniet. Kjo është një kangrenë e madhe që këtë ka vetëm një vend që ka pra atë që thash regjimin, ka atë mikrobin e virusit komunist. E dyta, unë mendoj që do të shkollë një herë, mendoj, unë kam mendimin tim, do të shkollë një herë tek sistemi zgjedhor i 100 zonave me 20 me 200 deputet tjetër mazhorancë, si që qenë një pari. Ai që sistemi më i mirë në Shqipëni, të hiqet ky rajonali se ky ka bën vendin e çojnë diktaturë më. E bani 4 mandate sa nuk ndodh kjo punë, nuk garantohet rotacioni politik, nuk ka demokraci. Mendimi unë jam me këtë që të kalohet në sistemin e parë. Doktor, ai ka qenë sistemi më i mirë për ne. Mendoj unë. E dyta, në zgjedhjet parlamentare do të bëhen me një qeveri teknike, me kryeministë nga opozita, 3 mujore, 5 mujore, si ta caktojnë. Nuk ka këtu bëjmë zgjedhje, ai i merr se i merr, më doktor, ai i merr se i merr, ai ka bën një makineri të madhe kriminale për punë zgjedhjeve. Duhet një qeveri 3 mujore, 4 mujore, 5 mujore, me një kryeministër nga opozita. Me mëkte. Edhe i problem tjetër që kam unë. Nuk më duket fort serioz, nuk më duket shumë serioz, po kënë që shafon se ju din edhe më mirë, djemë mirë ka shumë Partia Demokratike, djatha shqiptare, ai ka komi shqiptar, por me të thonë drejtën, këto zotnit që marrin pjesë nga ana e juridike në këto reformat të thella me marrëveshjet me këtë Partinë Socialiste, nuk duket se kanë forcë fjalët. Nuk duket se bin shumë
kanë argumentat të forta sa që edhe impunuese, do më thënë kuptimin, jo me dhunë, por nuk këm, jo se ka juristat mirë, po janë shumë djali mirë, shumë djali mirë është Aureli, po nuk për hesë ma vlenjatin si gaj. Nuk për hesë ati tjetër, këtë punë. Ja, të që këtë punë dur me e pa, doktor. A i si mësë mund me hesë, mësë mund me ba, mësë më basë forës fjallet. Edhe këtu, është fati i gjysës shqiptarëve të ma shumë se gjysa. Për këtë, mendoj unë që do të marë masa për numërimin, masë pas makineri numërum se akoma për mas 35 vjetëve më numërum pa bëllë herë në tavolin, për është më kalu në primitivizëm, që nuk është normale. Komisionerë, partitë për komisionerë, marrin votët në mes të lojit, më në lojit, komisionerët e partijës demokratike ju kanë marrë votët në deputetët e partijës demokratike, në glendet për alatëve, që pa. Këto duhen pa. E rëndësishme shumë, këtu është problemi. Thelbi është qeveria teknike, reforma zgjedhore, edhe forca argumentuese në komisionet përballë narkoqeverisë. Faleminderit. Ju rëshnet e të mirat gjithë jeve që jeni këtu pjesë. Shumë faleminderit. Doktor të rëshnet, me gjithë zemër. Tani, një sjalim duhet bëj. Këtu jemi mbledhur për të përcaktuar cili është sistemi më i përshtatshëm. Kjo tryezë do funksionojë. Do mlidhet përsëri, por ndërkohë, unë kërkoj nga ju, me specialistët që keni, të paraqisni të gjitha propozimet pranë Komisionit të Reformës Zgjedhore. Tani, ju e shtruat me të drejtë se ka specialist, ka edhe tjerë përveç OERT-i, po. Por të garantoj që OERT-i në djenin time, një tjetër që të marrë me të drejtën elektorale, se të kuptohemi. E drejta elektorale, si që është e drejta penale, si që është e drejta tregtare, si që është e drejta elektorale. Përcaktimet kanë qenë politike ose të imponuara dhe asnjë prej tyre individuale. Por, dhe natyrisht kjo nuk është se nuk është se OERT-i nuk është në një presion nga gjitha këto sepse ka qenë përfaqësuesi ynë. Po. Çfarë duhet bëjmë ne? Çfarë po bëjmë ne tani? Ne do bëjmë çdo hap me transparencë të plotë. OERT-i, dhe jo vetëm OERT-i, aty janë disa përfaqësues, dhe nga partia Republikane, nga partitë e tjera, çdo hap do ta kenë transparent para qytetarëve. Dhe do vendosim, tani një gjë, erdhën zgjedhjet e kaluara, zgjedhjet e 11 majit. Asnjë kusht për të futur në ato zgjedhje nuk kishte. Se në qofë se unë them që me Edi Rama nuk ka zgjedhje, unë atë deklarate kam të vërtetuar edhe ja vërtetoj kujdo. Por midis bojkotit dhe vazhdimit të betejës, ne zgjodhëm vazhdimin e betejës, ndonse
të bindur se me Edi Rama nuk ka zgjedhje. Nuk ka zgjedhje. Dhe këtë duhet ta ngulitim ne tek çdo opozitar, pastaj do pranojmë të ulim kokën, apo do pranojmë të ngremë kokën dhe të mbrojmë. Shikoj situatë jemi ne. Edi Rama bën gjithçka për të shtypur votën, Altin Troplini e mbron atë në mënyrën më kriminale. Ju lutem, shqiptarë duhet ta realizojnë. Dosja 184 dhe dosja 338 u bën famzeza në mbar botën, se u botuar nga mediat e mëdha gjermane dhe pastaj media tjera. Nuk mund të kishte prokuror në një vend të lirë që të mos vepronte mbasi ato ishin regjistruar për puthje me procedurën e kodit penal. Përveç Troplinit, pojës së skapit dhe ati xhelatit të pararës i tij që vjen nga sigurimi i shtetit të Arben Krajs. Kur dëgjoj opozitar që bërtasin rrof skapi, ajo e vetë gjëja e parë që më shkon në mend se këta janë fantazmagorik. Nuk di ç'do të thot pluralizëm. Më thuaj ti mua, çfarë garancie ka një forcë politike që ai bën një listë krimesh dhe ky amniston? A nuk është kjo një licencë? A nuk është kjo një licencë për Edi Ramën dhe kriminalët elektoral për t'i vazhduar dhe më shumë dhe i vazhduar më shumë? E theksova këtë për të pasë se sa jetike është guximi dhe qëndresa jonë. Nuk, ne do bëjmë gjithçka në përpjekje të ndershme tonë për një ligj sa më të drejtë elektoral, por ne me këto në absolute do mashtrojmë veten në qoftë se pranojmë Edi Ramën. Sa ta pranojmë atë, vot nuk do kemi. Ka marrë fund vota. Në një anë e vjedh, në anën tjetër e mbron ai. E mbron. Mbron ata që... Ku është Elvis Doçi sot? Elvis Doçi, ati shefit Troplinëve, jo shef, është një nga dhëmëri i Troplinëve, po është kryesor në klan. Që ka transportuar tonelata drogë drejt Italisë, i kapur. I erdhi mandat arresti nga antimafia italiane. E majtin xhep gjersa vodhi zgjedhjet, ai gjersa ushtroi terror mbi zgjedhjet dhe çau Ferriku, ai aty në Shkozet shkojnë mi kap, që është i tyre. Atë çdo natë takon Ergysa Agasi, si jot ky shefi i mafjes në kryeministri. Po, ama i miq, të bëjmë gjithçka për të përmirësuar, po mos harrojmë se detyrën e kemi shumë të madhe. Ne dorëzojmë të morë krimi që na ka dalë përpara. Nëse s'ka më ndërhyrje të tjera, unë besoj që si takimi parë, nxori një numër çështjesh të rëndësishme, nuk do të quaj konkluzione se besoj do të ketë takime të tjera të të njëjtit format, por dhe në nivelin e komisionit, për të shtrirë dhe në detaje më teknike, politike dhe teknike, zgjidhjet që ne do të propozojmë së bashku në mënyrë të gjithë përfshirëse dhe transparente. Unë ju falenderoj për pjesëmarrjen, për gatishmërinë për ndarë së bashku shqetësimet dhe propozimet dhe takohemi së shpejti në takim tjetër. Faleminderit.